Vonë pas ditët e ajntën, bordi i Kostit të shkarkoi nga detyra e kryeshefit ekzekutiv Efetar Zeqirin. Vendimi u morr pas dyshimeve për keqpërdorime me pozitën, për të cilat raportoi edhe Debat Plus, një ditë më parë. Për këto dyshime, bordi ekzekutiv ka dorëzuar edhe një letër tek kryeprokurori i prokurorisë speciale. Sipas dokumenteve që ka siguruar televizioni, Zeqiri ka shkelur detyrat financiare e ka ndërhyrë në aktivitetet e prokurimit. Kryeshefi ekzekutivi ka shkelur detyrat e tij fiduciare duke ndërhyrë në kompetencat e zyrtarit përgjegjës të prokurimit për vendosjen e kritereve të përzgjedhjes, për aktivitetin e prokurimit, furnizimi dhe instalimi i transformatorit të fuqisë, 40 MW në njësinë 110 35 10 20 kW fushë Kosova. Shkelje të tjera, Zeqiri kishte bërë dhe në menaxhimin me burime njerëzore, duke u dhënë detyra zyrtare personave jo kompetent. Menjëherë me një vendim tjetër, bordi i Kostit njoftoi se ka emëruar Shaban Nezirin, ushtrues detyre të kryeshefit, e që deri tani ka qenë zëvendës kryeshef ekzekutiv. Për këto zhvillime, është pyetur sot edhe ministrja në detyre ekonomisë, Artane Rizvanolli, por ajo nuk ka pranuar të komentojë. Në letrën që dy anëtarët e bordit ja kanë dërguar prokurorisë speciale, gjithashtu japën detaje për ndërhyrjet e Zeqirit edhe në çështje të prokurimit, për të cilat bordi thotë se ka provuar t'i adresojë brenda institucionit, por ka hasur në rezistencë. Zotri Zeqiri vazhdon tutje me ndërhyrjet e tij në procesin e prokurimit, duke ju kërkuar të gjithë drejtorëve të departamenteve në Kost që të gjitha specifikacionet teknike për projektet e tyre t'i dërgojnë zotri Zeqirit së paku 3 muaj para inicimit të aktiviteteve përkatëse të prokurimit. Ky veprim i zotri Zeqirit ka shkaktuar vonesa në inicimin e aktiviteteve të prokurimit dhe rrjedhimisht në cenimin e infrastrukturës së energjisë elektrike. Në letrën e bordit, drejtuar institucioneve të drejtësisë, ndër të tjera thuhet se ata janë të gatshëm që të dëshmojnë me të gjitha informatat që i kanë dhe të bashkëpunojnë për të ndaluar keqmenaxhimin dhe keqpërdorimin me paran publike dhe institucionin në tërësi.